Okej. Mirë, atëre pa humbur kohë, ne të nisim, mirë se keni ardhur të gjithëve. Edhe një herë nëse jeni për të parë, na dërgoni email-et tuaja. Po sot ne kemi të ftuar profesori Ledion Gjokola, ai jeton në Australi, ka 22 vjet në Australi dhe është mësues si të gjithë ju, ka marrë pjesë në drejtimet në disa shkolla dhe në të ardhmen është i ri, do ketë të ardhmen të ndritur me drejtimet të shkollat e në të ardhmen gjithashtu. Po sot Ledioni ne do na flasi për teorinë kognitive të ngarkesës. Besoj dhe do ta dëgjojmë me gjithë ëndje dhe do ta dëgjojmë prezantimin e tij dhe pastaj si gjithmonë do kemi komente dhe pyetje në fund. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen dhe unë tani po e mbyll gojen, po e lër fjalën Ledionit. Faleminderit shumë Ledion, e di që është 3 mëngjesi në Australi dhe unë e vlerësoj dhe falenderoj shumë që ti e pranove ftesën dhe jemi gati, sy e vesh si themi ne për të dëgjuar aty, okay? Rosh, faleminderit Genti edhe për ftesën. Përshëndetje të gjithëve, mirëmbrëma edhe nga ju. Unë, siç e tha Genti, kam ardhur në Australi që në 2004, po thuaj se aq i bie, 22 vjet. Kam mbaruar domethënë trajnimin këtu, kam bërë trajnimin për mësues këtu në Australi, kam bërë edhe një master këtu në Australi për administrat në shkolla. Edhe kam punuar edhe në shkolla private, edhe në shkollë shtetërore këtu. Shumicën e kam në shkollë, shumicën dërmuese të eksperiencës e kam në shkolla private, edhe më shumë në shkollat krishtere private. Kam edhe një periudhë shkolle, domethënë eksperiencë në një shkollë shtetërore. Këtu në Australi shkollat private janë më cilësore se shkollat shtetërore. Shkollat shtetërore kanë më pak sponsorizim nga shteti se sa shkollat private marrin edhe nga shteti fonde, marrin edhe nga pagesat e nxënësve. Eksperienca ime dërmuese është në shkollat e mesme, domethënë kam dhënë më shumë mësim në vitin e 11 e 12, por kam dhënë edhe në shkolla fillore. Më sa vura re një pjesa dërmuese e mësuesve këtu janë të fillores. Megjithatë, ajo çfarë do ndaj unë aplikohet më shumë në shkollat e mesme, nëntëvjeçare dhe shkollat vitet 11-12, po edhe fillore domethënë do ketë diçka për të marrë nga prezantimi, jam i bindur. Dhe pa unë për kohë po e ndaj prezantimin. Teoria quhet Cognitive Law Theory, ose teoria ngarkesës së mësuarit ose të menduarit. Vjen nga një australian që është psikolog në fushën e edukimit, edhe quhet John Sweller, që erdhi me këtë teori. Në fillim në vitet 80 nuk tërhoqi shumë interes në fushën e edukimit, por domethënë në kohët në vitet e fundit është bërë një nga trendet të paktën këtu në Australi, një nga trendet kryesore për sa i përket edukimit nëpër shkollat tona këtu në Australi. Atëherë, që ta nisim këtë prezantim, kam menduar domethënë të bëjmë një eksperiment të vogël për të ilustruar
për të ilustruar këtë teori. Do të thënë, në slide-in që vijon, do keni 20 sekonda për të lexuar sa më shumë fjalë që të mundeni. Ka 20 fjalë, 20 fjalë që janë pa lidhje, ose mund të kenë lidhje, po janë zgjedhur random. Do me thënë, nuk duhet shkruani gjatë kohës që lexoni, pra nuk duhet marrni shnim. Keni 20 sekondë për të lexuar këto 20 fjalë, edhe për të mbajtur mend sa më shumë që mundeni. Pra, jemi gati? Jemi gati të shikojmë këto 20 fjalë në slide-in tjetër? Okej. Shumë mirë, atëherë nuk, siç e thash, nuk duhet shkruani, nuk duhet mbani shnim, thjesht çfarë mund të mbani mend. Atëherë ta marr çik telefonin që të mas 20 sekonda. Okej. Le ta provojmë. Koha ka filluar. Okej, këto ishin 20 sekondat. Tashti, keni 15 sekonda për të sjellë memorie ose kujtuar sa më shumë fjalë që të jetë e mundur. Mundësisht kujtoni fjalët në të njëjtën radhë, nëse si kujtoni s'ka problem, dhe mund t'i shkruani ato në një letër. Po të keni një diçka për të shkruar. Okej, po ju jap atje 15 sekonda. Ka filluar koha për të shkruar sa më shumë fjalë që mundeni. Ok, ato 15 sekonda kanë mbaruar. Atëherë, në qoftë se keni shkruar, pyetja që vijon është se sa është numri maksimal i fjalëve që mund të rikujtonit. Ok, shumë mirë. Kjo teori atëherë, edhe ky eksperiment provon këtë teori, thotë që kufizimet flet për memorien e punës. John Swella vuri re që në mënyrën se si funksionon memoria ose se si funksionon truri, ka një funksion që quhet memoria e punës, working memory. Dhe vuri re që memoria e punës është e kufizuar. Memoria afatgjate nuk është e kufizuar, mund të mbaj, domethënë, një informacion pa limit, kurse memoria e punës me të cilën ne punojmë dhe kryejm funksione të ndryshme, mban mend 7 plus minus 2. Domethënë, shkon nga 5 deri në 9 pjesë të informacionit që mund ta përdor njëkohësisht. Disa nga ju mbajtën mend 13, që është shumë mirë, është memorie domethënë shumë e mirë, por shumica dërmuese e njerëzve mban mend 7 plus minus 2. Dhe shumë nga ju mbajtën mend 8 ose 9. Vetëm 1-2 persona mbajtën mend 12 apo 13. Që jemi në kufit e kësaj teorie, që vërteton pak a shumë që memoria jon e punës punon me 5 deri në 9 pjesë në të njëjtën kohë. Atëherë, pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme sepse memoria e punës lidhet me memorien afatgjatë. Nëse memoria e punës funksionon në rregull, atëherë është në gjendje që informacionin që marrim, informacioni që na prezantohet si individ, kalon në memorien
e gjatë. Pra, i gjithë informacioni që regjistrohet në memorien afatgjat kalon së pari nga memoria e punës. Dhe kjo ka lidhje me mënyrën se si ne si mësues ofrojmë informacionin tek nxënësit që mësojnë. Atëherë, siç e thash, çfarë do të thotë kjo për mësuesit? Për ta shpjeguar edhe një herë. Kjo do të thotë për mësuesit që prezantimi i informacionit të ri, sa herë që prezantojmë një mësim të ri ose një kapitull të ri, është e rëndësishme që neve mos ta mbingarkojmë memorien e punës. Memoria e punës është si gryka e shishes, siç e shikoni edhe në imazh, në për cilës i gjithë informacioni që prezantojmë kalon për të përpunuar, për të kaluar në memorien afatgjat. Në qoftë se kjo memorie mbingarkohet, atëherë nxënësit e kanë të vështirë ta përpunojnë informacionin edhe të kalojë pastaj në memorien afatgjat, domethënë që ato nuk do jenë në gjendje për ta rikujtuar informacionin, për ta prezantuar ose në provim ose për ta prezantuar në mënyra të ndryshme si u kërkohet nga mësuesit. Është njësoj si t'i japësh një personi, t'i thuash urdhë bëj punë, po t'i ketë duart plot me vegla, pa pasur mundësi për t'i përdorur duart. Kështu edhe neve nëse e mbingarkojmë memorien e punës, i japim nxënësit më shumë se nxënësi mund të xhunglojë, si të thuash, mund të përdor. Atëherë, si mund të kërkohet, për shembull, kur i japim informacionin, si mund të duket, si mund të jetë një prezantim informacioni që është shumë i zënë ose mbingarkues për nxënësin. Mund të jetë diçka e tillë. Në rregull, nëse ne për shembull i prezantojmë një informacion nxënësve apo kujdo që të jetë, sepse memoria e punës është pak a shumë e njëjtë, është diçka e tillë. Ku ka shumë informacion në të njëjtën kohë dhe memoria e punës është e mbingarkuar dhe nuk mund ta përtyp ose diçka e tillë. Për shembull, kur ne japim në një slide ose në një formë tjetër një informacion që domethënë në një mënyrë ku ka shumë fjalë dhe shumë foto dhe memoria e punës është menjëherë e mbingarkuar dhe nuk mund të përpunoj informacionin në një mënyrë që është logjike. Okej, atëherë, ka dy lloj ngarkesash që vinë me prezantimin e informacionit të ri tek mësuesit apo edhe tek të rriturit. Varet se në çfarë pozite jeni. Ka ngarkesë të brendshme dhe ngarkesë të jashtme të informacionit që i japim nxënësve. Ngarkesa e brendshme është ajo ngarkesë që lidhet me vështirësitë e natyrshme të vetë materialit. Për shembull, kompleksiteti i përmbajtjes së re mund t'i mbingarkojë nxënësit dhe si rrjedhojë të tejkalojë kapacitetin e memorisë së tyre të punës. Për shembull, biologjia ose matematika mund të ketë ose lëndë të tjera që janë të natyrshme të vështira për nxënësit kur u prezantohet për herë të parë. Kjo është ngarkesa e brendshme e materialit që jepet. Është edhe ajo që quhet ngarkesa e jashtme. Kjo ngarkesë e jashtme është ngarkesa e krijuar nga mënyra se si paraqetet materiali dhe lidhet me çdo gjë që nuk ndihmon në të nxënit ose në të mësuarit. Për shembull,
shumë nga mësuesit ose shumë nga ne përpiqen që t'i bëjnë prezantimin e informacionit për shembull në një slide shumë interesante. Dhe një informacion të thjesht që mund të prezantohet shumë në mënyrë shumë të thjesht, ngarkohet me elemente të ndryshme, ngarkohet me figura, ngarkohet me ngjyra të shumta që e ngarkon, e shton punën për memorien e punës, e nxë kapacitetin e memorjes punës me element që nuk janë të lidhura drejt për drejt me informacionin që duhet mësoj nxënësi. Kjo quhet ngarkesa e jashtme që mësuesit neve e shtojmë vetë pa e ditur, duke e ngritur ose duke i dhënë më shumë se ç'duhet kapacitetit të memorjes punës për nxënësit. Atëherë, qëllimi i mësuesve, sipas John Sweller, është që të ulet ngarkesa e jashtme. Si ta ulim këtë ngarkesë? Në mënyrë që të tejkalojmë kapacitetet e memorjes punës për nxënësit. Edhe kjo, si mund të arrihet kjo? Kjo arrihet, domethënë në një farë në disa mënyra, po një nga mënyrat që dua të ndaj unë me ju është përdorimi i diagramës grafike ose organizimit grafik. Në mënyrë që nxënësit ta kenë më të lehtë për ta përpunuar informacionin e ri që ndahet me ta. Sipas kësaj teorie, nxënësit punojnë më mirë me grafike sesa me informacion që u jepet atyre në mënyrë lineare ose në mënyrë prose, në mënyrë të shkruarit. Sepse mënyra e shkruarit ose mënyra prose e dhënit informacionit nuk paraqet një model të menduarit. Do ta shpjegoj më vonë se çfarë do të thotë. Do me thënë, çfarë është një organizues grafik? Një organizues grafik është thjesht çdo kombinim vijash dhe formash që kur bashkohen përpiqen të krijojnë një paraqitje të vizuale të një modeli të menduarit. Atëherë, me çdo organizim, me çdo grafik që neve duhet të krijojmë, duhet të marrim kohë që ta paraqesim në një mënyrë që paraqet një model të menduarit. Do e shpjegoj më vonë. Do jetë e qartë një çik më vonë me një slide tjetër. Po pse janë të dobishëm? Sepse grafikët organizues përdoren për të kapërcyer kufizimet e memorjes punës. Ato ofrojnë ndihma kyçe për interpretimin e kuptimit dhe të kuptuarit dhe e bëjnë më të lehtë për nxënësit për ta mbajtur mend, për ta kuptuar dhe për ta mbajtur mend informacionin. Atëherë, siç e tham, duhet të ketë vija dhe format rrethe trekëndsha dhe duhen organizohen në një mënyrë të tillë që paraqesin vizualisht marrëdhënien nëpërmjet elementeve, se si lidhen elemente të ndryshëm që duam nxënësit të kuptojnë ose të lidhin në mënyrë logjike. Pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse truri ynë nga vetë natyra kërkon të gjejë modele dhe të krijojë lidhje apo asocime shpesh nëpërmjet pozicionit dhe organizimit vijave dhe të formave. Kjo quhet Gestalt theory.
Domethënë për herë që kur shikojmë, kur mendja jonë shikon një paraqitje vizuale, kërkon menjëherë të bëj lidhje logjike, lidhje dhe asocime nëpërmjet koncepteve. Kështu funksionon truri në mënyrë ose mendja në mënyrë natyrale. Atëherë si mund ta bëjmë një gjë të tillë? Si mund ta arrijmë një gjë të tillë? Ka 5 karakteristika për të krijuar një organizues grafik. Ajo është thjeshtësia, simetria, aftësia, ngjashmëria dhe vazhdimësia. Siç e kemi përmendur, e para është thjeshtësia. Duhet pasur parasysh se sa herë që mundohemi ta bëjmë shumë të ngarkuar paraqitjen e informacionit, ne mbi ngarkojmë memorien e punës tek nxënësit, që e bëjmë më të vështirë për nxënësit për të përtypur informacionin që u jepet për herë të parë. Pra, karakteristika e parë është thjeshtësia. Dhe këtu si shembull, le të themi janë 2 radhë, qeliza e bimës e qeliza e kafshës, si paraqitje për herë të parë e një informacioni që mund të jepet nxënësve në biologji. Pra, pa shumë figura, pa shumë ngjyra, si fillim, për t'u dhënë nxënësve një mundësi për ta përtypur informacionin pa e mbi ngarkuar memorien e punës. Pra, informacioni duhet paraqitur në mënyrë të thjeshtë fillimisht. Pastaj vjen, pra, siç e thash, arri duke shmangur përdorimin e tepërt të imazheve dhe detajeve, pra duhet jetë në mënyrë të thjeshtë. E dyta është simetria. Simetria arrihet përmes organizimit të grupeve në një mënyrë sistematike me renditje të rregullt. Truri ose mendja jonë si krijesë kërkon simetri për të pasur për të lidhur konceptet ndryshme. Neve bëjmë më shumë sens kur informacioni organizohet në mënyrë simetrike, pra nuk është në asimetri. Karakteristika tjetër është që ngjashmëria, pra arrihet duke mbajtur së bashku gjërat që lidhen me njëra tjetrën në tema ose tituj përkatës duke i ndarë nga ato që i përkasin temave ndryshme. Në këtë rast, për shembull, në brendësi kemi gjërat që janë të ngjashme midis qelizave të bimës dhe qelizave të kafshës. Dhe kjo e ndihmon memorien e punës për të deshifruar informacionin në mënyrë më të shpejtë edhe më të thjeshtë sesa po të jetë në prozë apo në mënyrë lineare. Dhe kjo është e rëndësishme për ta ndihmuar për të anashkaluar ato limitet e memorjes ose kapacitetin e memorjes punës. Tjetra është afërsia. Afërsia arrihet duke siguruar që çdo element që është i ndërlidhur të mbahet pranë njëri tjetrit. Pra, kur paraqesim informacionin, ato koncepte që i përkasin një pike duhet mbahet afër, duke ruajtur gjithashtu simetrinë, edhe në të njëjtën kohë duke ruajtur thjeshtësinë. Pastaj është vazhdimësia. Vazhdimësia arrihet përmes përdorimit të vijave lidhëse. Këto vija mund të ndryshojnë në trashësi sipas rëndësisë relative të lidhjes. Gjithashtu gjithmonë duke e bërë sa më thjeshtë, sa më simetrike, në mënyrë për të ndihmuar kapacitetin e memorjes punës tek nxënësit, ose edhe për të rriturit. Do për shembull sa herë që keni bëni trajnim me kolegët për të paraqitur domethënë informacion që të përpunohet sa më lehtë, duhet të ketë këto karakteristika.
Atëherë, një shembull uh, që kam uh, që kam sjell në slide-in tjetër është një model i të menduarit. Nuk e në qoftë se mundeni, do të thënë mund ta thoni këtu çfarë modeli të menduarit kemi në këtë në këtë slide. Genti mund t'i lexosh ti ato komentet. Për komentet të lexojmë. Çfarë, për shembull, pyetja ime është kjo, çfarë modeli të menduari? Kemi për shembull, i kemi ato karakteristika, i kemi ruajtur në këtë slide. Ka thjeshtësi, okay, ka lidhje, vizash, ka simetri. Pra është një model të menduari që është, do me thënë, shkaku dhe pasoja, cause and effect. Shkaku dhe pasoja është një nga modelet e të menduarit. Ka disa modelet të menduarit, okay, po shkak dhe pasoj është një model i të menduarit. Dhe këtu kemi shkakun, kemi ngjarjen, kemi dhe pasojën. Dhe ky është një grafik organizues për ta prezantuar informacionin tek nxënësit në mënyrë sa më të thjeshtë dhe sa më po kthej një fjalë anglisht në fjalë shqip, accessible, accessible, nuk e di, Gento mund ta gjesh një fjalë shqip, po e bën sa më të thjeshtë për nxënësit. Kjo është edhe e rëndësishme në bazë të edhe një faktori tjetër. Sipas kërkimeve ose research, ato shkencëtarët kanë zbuluar që neve mbajmë mend fotografitë më shumë se sa mbajmë mend fjalët. Pra në qoftë se neve do shkruanim të njëjtin informacion në prozë, nxënësit do mbajnë më shumë mend figurën se sa do mbajnë mend informacionin në prozë ose informacionin linear të shkruar. Dhe kjo është një nga mënyrat se si ne i ndihmojmë mësuesit, nxënësit, për ta bërë më të lehtë, për të mbajtur mend informacionin dhe për të anashkaluar kapacitetet ose limitet e memorjes së punës. Në rregull, tashti kam një ushtrim për juve për ta konsoliduar këtë, domethënë këtë që diskutuam deri tani. Dhe unë do t'ju jap një informacion në prozë dhe do t'ju jap një 5 minuta që ta vendosni në një grafik organizues, duke përdorur këto karakteristika: thjeshtësia, simetria, ngjashmëria dhe afërsia. Si mund t'i vini në praktik këto karakteristika për ta prezantuar informacionin në një mënyrë që nxënësit mund ta kenë më të lehtë për ta mbajtur mend. Ky është informacioni. Rradha juaj tani, informacioni si më poshtë është dhënë në prozë ose në mënyrë lineare. Prezantojeni të njëjtin informacion duke përdorur një grafik organizues. Atëherë, informacioni është ky. Flamuri është drejtuesi i shkollës ose drejtori i shkollës. Teuta është udhëheqëse e matematikës. Iliri, Sokoli dhe Genti punojnë nën drejtimin e Teutës. Besniku është udhëheqës i fizikës. Arbeni, Jehona dhe Valbona raportojnë te Besniku. Genti, Arbeni, Jehona dhe Besniku po punojnë së bashku në projektin e përbashkët për përgatitjen për universitet. Atëherë,
po ju jap ja 5 minuta që ta vendosni këtë në një grafik organizuar. Mund ta ndani me ne, nëse mundeni, nëse është e mundur nëpërmjet chatit, ose mund ta thoni se si e organizuat, edhe unë pastaj do të ndaj sliding tjetër se si mund të organizohet ky informacion në një grafik organizues. Në rregull, në qoftë se jeni gati, po e ndaj me ju mënyrën se si ky informacion mund të ndahet. Ja, një mësuese ka shkruar Ledja, mësuese Rudina thotë që drejtuesi Flamuri drejton Teutën dhe Besnikun. Teuta drejton Ilirin Sokolin Gendin, Besniku drejton Arbeni Johana Valbona. Të tjerë bashkëpunojnë për projektin. Po. Atëherë, do ta ndaj në moment. Të tjerët janë në telefon se bëjnë dot grafikun, po. Në rregull. Atëherë, kjo është një nga mënyrat, domethënë për ta krijuar, për të dhënë të njëjtin informacion në një grafik organizues. Dhe për ta pasur më të lehtë për t'ja bërë, po faleminderit Berina. Yes. Domethënë është pak a shumë një lloj, siç e kemi krijuar, siç është krijuar këtu. Dhe është e saktë. Kështu, domethënë, ajo çfarë duhet pasur parasysh është simetria, thjeshtësia. Domethënë nuk është e nevojshme që informacioni të prezantohet me detaje të panevojshme ose me figura të panevojshme, sepse çdo gjë që i shtojmë informacioni që nuk ka lidhje me atë që nxënësit duhet mësojnë, përdor memorin e punës. Pra siç e vëmë re nga eksperimenti, memoria e punës punon me 7 plus minus 2. Dhe çdo gjë që i shtojmë informacionit që prezantojmë që nuk ka lidhje direkte me atë që nxënësi duhet të mësojë, atëherë përdor memorin e punës në një mënyrë që jo efektive. Në këtë rast, kemi simetrinë, thjeshtësinë, afërsinë, pra kemi një distancë midis udhëheqëses e matematikës dhe udhëheqëses, domethënë të fizikës, dhe kemi afërsi midis personave që janë në drejtimin e Teutës dhe në drejtimin e Besnikut. Ajo me ngjyrë që është përdorur është domethënë persona që janë bashkë për përgatitjen për universitet. Kjo ndihmon nxënësit sipas teorisë të cognitive load theory ose të ngarkesës së menduarit për prezantimin e informacionit. Siç e thash, ka dy lloj ngarkesash. Ngarkesa e brendshme që është vështirësia e vetë natyrale e materialit që paraqitet, dhe ngarkesa e jashtme, ajo që pa dashur ne si mësues e krijojmë vetë. Dhe puna jonë është për ta minimizuar sa më shumë këtë ngarkesë të jashtme, dhe një nga mënyrat për ta bërë këtë është grafiku organizues. Kjo ishte në një fjalë, ose kjo ishte pak a shumë kjo teori e John Sweller. Është thjesht rradha për pyetje edhe komente.